është ora 8:11 e datës 8 dhjetor. Sot festohet dita kombëtare e rinisë, ditë e shpallur festë zyrtare që në datën në vitin 2009. Ku çdo vit përkujtohet në ndërimin të gjithë studentëve të dhjetorit të 1990-s. 35 vite më parë një grup studentësh dhe pedagog i dha ngrushtin e parë diktaturës, duke përmbysur regjimin 50 vjeçar komunist. Do të flasim sot me studiuesin Afrim Krasniqi për këtë temë, edhe do të vijoja me pyetjen e parë në fakt. Sot, një ditë thjesht feste apo ndikim dhe kujtim real në shoqërinë tonë? Në fakt, kur ne kemi iniciuar në atë kohë për ta shpallë 8 dhjetorin, ka qenë koncepti i një feste simbolike. Je ditë e pushimit, siç ne trajtojmë zakonisht festën. Si sot, domethënë. Po ideja pushimi nuk është respekt. Ideja ishte simbolika e respektit. Domethënë Shqipëria kishte një datë që rrëzoi një diktaturë dhe e kanë gjitha vendet e Evropës lindore një datë simbolike për këtë gjë, dhe Shqipëria duhet ta kishte. Ne e kaluam siç i bëjmë gjitha, edhe për 9 Terezën dhe për këtë e kaluam ditë pushimi dhe praktikisht llogaritet më shumë si ditë pushimi. Dhe po ta shikoni edhe shteti pushon. Domethënë nuk ka asgjë për 8 dhjetorin, ndërkohë që në kontekstin e rinisë, rinia meriton një debat, një ditë ku të flitet për të, dhe në fakt për 8 dhjetor nuk flitet për të, dhe sot nuk flitet për të, sepse rinia deti ku po largohet nga Shqipëria dhe ka një numër të madh problematikash. Ne më shumë e lidhim me dhjetorin 90 sa me rinin reale në Shqipëri. E vërtetë, dhe ne donim që ta trajtonim në këtë formë, sepse këto janë ngjarje historike, pamjet janë ende në arkivat që i shohim, po për ata që kanë jetuar ka qenë moment shumë emocionues, edhe një shpresë shumë e madhe. Ai leitmotiv ishte e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Po 35 vjet më vonë, sa e shikon përmbushur ata aspirat shumë të pastër, shumë reale të rinjve shqiptar të asaj kohe? Kur ne shohim historinë tonë, se ne jemi një vend me histori shumë brisht, edhe shtetërore dhe shoqërore deri diku, ne kishim një pluralizëm politik 20-23, rreth 3 vjet e gjysmë. Dhe në fakt ne sot po kujtojmë 35 vjetorin, 34 e gjysmë. Kështu që është periudha e vetme demokratike e shtetit shqiptar, e shoqërisë shqiptare, në aspektin e një demokracie të brisht, por një demokracie që funksionon. Dhe ky është deri diku trashëgimi më i madh e dhjetorit 90. Së dyti, e përsëri çdo vend ka simbolikën e vet. Muri i Berlinit është simbolika e gjermanëve, vërzimi i murit të Berlinit. Edhe Shqipëria ka simbolikën e vet dhe është 8 dhjetori. Dhe 8 dhjetori përfaqëson edhe në mënyrë simbolike është dita e vetme në historinë e Shqipërisë kur grupi më informuar, po them, me qytetarë i Shqipërisë, ishin studentët asaj kohe. Mos i bëj diçka, sepse vendet e tjera, nëse me Rumania apo vendet e tjera janë minator, janë grupe sindikatash e tjerë, janë revolucione që vinë për shkak një procesi gjatë protestash dhe reagimesh. Në Shqipërinë e 90-s nuk ndryshon asgjë. Nëse nuk do ishte 8 dhjetori 90, çfarë do ndodhte? Do bëshin zgjedhjet e 10 shkurtit që ishin paralajmëruar dhe shumica atyre që sot shihen si figura që dalen deri diku dhe krenohen për dhjetorin, por që nuk ishin pjesë e studentëve, me siguri do ishin pjesë e kandidaturave të organizatave satelite të Partisë Punës, sepse në atë kohë regjimi ishte i vetmi në Europë izoluar dhe vendosi të krijojë një lloj pluralizmi efektiv. Krijoi 6 organizata, Partinë e Punës dhe ta donin zgjidhnin njërin prej tyre dhe quhej pluralizëm brenda partisë. Studentët reaguan dhe studentët deri diku ju përmendet vetë. Është një slogan që duket sot demode, se gjithë flasin për Europën, por ta thuash në vitin 90 ishte jashtëzakonisht e vështirë. Dhe për ta kuptuar sa vështirë ishte, se sot duket sikur ka qenë 40 studentëve dhe kaq, duhet ta kthejmë memorjet patën dy element. Ne bëm pluralizmin, por nuk na lejonin flisnim për Enverin, dhe u desh pastaj shkurti 91 që flitej për Enverin dhe ti që jam. Hedhja e monumentit në shesh. Dhe shoqëria shqiptare është aq komuniste, aq indoktrinuar, sa në zgjedhjet e para që u bën në mars të 91 ishte 1.2 milion votuan për Partinë e Punës. Donë ata votuan për sistemin e vjetër. Do thotë ishte një shoqëri e prapambetur nga ana kulturore, e izoluar. Imagjino ata bashkë një popull në izolim plot, tuti mbash në kohën e Covidit 20 ditë dhe njerëzit nuk dolën normal nga banesa. Imagjino ata mbash 45 vjet pa informuar dhe të indoktrinuar. Sepse ka një tezë që ne studiuesën na pëlqen shumë. Ne kishim statistikat më të larta në viteve 80 të 20 arsimuar në Shqipëri dhe arsimi quhej që e më mirë që bëri Partia e Punës, regjimi. Po në fakt kur e analizon nuk kishim njerëz të ditur ose njerëz të lezuar. Ne kishim njerëz që lexonin dhe nuk ju lejohej ta kuptonin dhe ta komentonin. Domthonë lexonin mendimin dhe merrin më qenë dhe citonin atë. Domthonë ndaloi mendimi kritik. Edhe në shkencë, edhe në literaturë, edhe në letësi, edhe në krijim dhe kudo tjetër.
dhe si e tillë ishte shoqi uniforme, ishte shoqi gati ushtarake, që keq përdor të arsimin propagandë dhe ndërtonte sistem propagande. Dhe me një shoqëri të tillë kaq të indoktrinuar, ishte shumë e vështirë të bëjë ndryshim, dhe ishte shumë e vështirë të prodhojë demokraci. Dhe sot këto dy shprehje na tregojnë, ne nisëm demokracinë pa demokrat, e nisëm demokracinë pa kuptuar atë, e nisëm me një shoqëri parademokratike dhe e nisëm me një problematikë që na dallon nga gjitha vendet e tjera. Kudo kishte një forcë të jashtme që vepronte. Në Shqipëri ishte diktatori shqiptar, diktatura e shqiptare, sigurimi shqiptar dhe i ditë ata që deri dikushin përgjes për izolimin, për vrasje, për internimet e tjerë, me viktima thanë hajde të ndërtojmë demokracinë dhe nisëm bashkë. Dhe kjo është një paradoks i madh, sepse ne nuk patemi debat për ndarjen nga komunizmi dhe nuk patëm akt të ndarjen nga komunizmi. Kjo është një nga gjërat. Diçka tjetër që do të përmendja është që ka njerëz të cilët besojnë dhe flasin për faktin që ishte gjitha një lojë. Edhe interpretojnë sikur çfarë ndodhi ishte një tranzicion i kontrolluar i pushtetit, një Katovic, siç është quajtur ndryshe. Si e shikon ti këtë? Sikur nuk ndodhi realisht, në zemrat e disa njerëzve ndodhi, të njerëzve të thjeshtë, por pati një trashëgim të pushtetit ekonomik tek të besuarit, dhe sot ti dëgjon mbi emra, fjala vjen, që ishin të famshëm në regjimin e Enver Hoxhës, që janë prapë të famshëm sot. Kjo është një nga mitet e dhjetorit. Po flas si studius tani sepse është temë që jam marrë me ta. Në fakt unë kam shkuar historisë katovice deri në dokumentet e Partive Komuniste të Evropës dhe asnjë dokument, as në Shqipëri as Poloni, asnjë nga vendet e Evropës nuk gjen një argument që e provon këtë gjë. Por aftësia jonë për shpikur gjithmonë një faktor tjetër dhe për të justifikuar dështimet tona është tipar historik. Dhe në këtë rast ata që kanë dështuar me tranzicionin thonë, nuk kemi dështuar ne, ka qenë gjithçka përcaktuar nga dikush tjetër përpara. Kështu që është një paradoks i madh. Ishte një proces që kështu do ndodhte. Se ne themi për shembull, sistemi komunist nuk ishte korrupsion, por në fakt bursa shkon në lart, deri te leja pushimit, karriera, drejtorët jetonin më mirë. Jo, dua ta lidh me këtë gjë, sepse krijoi një shoqëri e emëruar, elitat e emëruara, drejtuesit e emëruar, gjithçka e emëruar dhe ne erdhëm demokraci me një strukturë tërësisht të emëruar. Dhe kur ne nisim ekonominë e tregut, struktura e emëruar merrte vendimarrjet për ekonominë e tregut dhe ishte proces i natyrshëm që kur grupe biznesit kishin dalë jashtë, këta që kishin më shumë njohuri se si funksiononte, kishin një avantazh pra ndaj tjerëve. Jo vetëm avantazh, kishin detyrë shtetërore për ta bërë këtë gjë. Domethënë sepse pozita e tyre e lejonte këtë gjë. Dhe biznesmenët e parë që ardhin në Shqipëri të gjithë ishin pikat e tyre kontaktit. Unë kam parë për një nga firmat më të njohura në Shqipëri që çdo njeri publik e njeh. Pronari francez kur erdhi në Ministrinë e Jashtme takoi një person dhe nga letrat e dim që këta dy u bën mos 2 vjeç bashkëpronar dhe janë suksesshëm biznes. Kështu që kështu nisi deri diku tranzicioni. Edhe koncepti i privatizimeve në fillim fare drejtuese e njësive u i dha drejta për ta drejtuar deri tek lokalet e vogla, këto restorante dhe baret e vogla në Tiranë. Kështu që u krijuan politika krijoi biznesmen dhe është normale që shoqëritë vogël ndodhin këto fenomene, por nuk e vendos ke fatin e demokracisë. Sepse fatin e demokracisë e vendosin nëse njësi që u krijuan lejuan konkurrencën e lirë, nëse vazhdoi të ndërhyjë politika apo jo, dhe nëse individët të cilët krijuan para e përdorin këtë para për të ofruar më shumë demokraci dhe shpresë për vendin, apo për të rehabilituar vetveten, familjen, rrethin shoqëror, dhe kam përshtypjen ne vazhdojmë ende sot kemi një strukturë tërësisht mbyllur, fisnore, krajinore dhe sidomos politike. Do thotë po e keni shumë vështirë gjeni sot një antar të ish partisë punës, të nomenklaturës që pranon dhjetorin 90. Ata dalin e thonë që ne do ndryshonim, do të krijohet ideja sikur edhe Enveri ishte gjallë, do ishte dakord me dalë me studentën protestë por në vitin 90 ata un kam parë dokumentat e arkivore që tashmë është absurde që vazhdojnë të jenë sekret. Ata ishin gatshëm nxjerrin tankat, ishin gatshëm të shpallin gjë njerëzakonshme, të shpallin palishëm dhe e bën deri diku. Na mbyllën universitetin. Dhe na dëbuan dhe na çuan në zona që të them drejtën, ne që vinim nga qytete të largëta ku nuk kuptohej fare demokracia, ishte si të dërgohej një kamp ndërrimi përsëri, për shkak se atje situata ishte alarmante, në fanatikëve po themi. Shoqata e Enverit nëse mban mend vullnetarëve të Enverit ndodhin 1.1 milion firma dhe formosën shumë prej atyre që sot do rivendosnin monumentin sërish, u bën ato kundër. Un kam nesër në një herë historinë e themi, janë detaje që shpjegojnë historinë. Për shembull, është një shkrimtar, poet i njohur, që citojmë, përfshi dhe ju. Nuk dua ta përmend se ka ndryshuar jetë, ka ndruar jetë,
Dhe unë jam e habitur kur kam parë dosjen e tij vitin 90 që donte të bëjë antar i Partisë Punës. Edhe si mundet një liberal me gjitha të mirat, me pozitë komode, me akses publik, donte prapë bëjë me komunizmin ditët e fundit të komunizmit. Dhe pastaj në fakt ajo bë deputet me Partinë Demokratike në 91. Dhe aty fillon ta kuptosh që nevoja për status shoqëror dhe nevoja për garanci familjare i bënte njerëzit të nënshtruar ndaj politikës. Dhe nëse merr të koncept vazhdon edhe sot. Nevoja e shoqërisë për të pasur pushtet, më shumë se tjetër, dhe për të shtruar pushtet dhe për të trashëguar familje është një nevojë që na vjen nga periudha otomane dhe vazhdojmë ta kemi edhe sot. Në 35 vjet më vonë, ky është deri diku dështimi më i madh koncepti i demokracisë. Se këto gjërat pastaj ndërto rrugë, ndërto ndërtesa, bëj pallate të bukura, etj, këto bëhen çdo lloj regjimi. Pyetja është sa prodho shoqëri dhe sa prodho shoqëri të lirë, sa prodho stabilitet dhe vazhdimsi. Se një Shqipëri që braktiset nga të mirët dhe ngel vetëm për ata që nuk jetojnë në asnjë kontinent tjetër, përveç se këtu është një Shqipëri e dështuar. Interesante. Po mendoj se po logjikoja shumë në atë çka po thoje dhe më erdhi në mend që faktikisht do të thotë që politika ka një lloj ndikim në institucionet e punës. E mendon këtë? E para, jo ka një ndikim, gjithçka ndikohet dhe ky është problemi madhor që ne kemi. Po e limiton sa të heq të limitoj dhe demokracinë dhe meritokracinë dhe këto gjërat? Bazën e lirisë? Ne sot jetojmë në shoqëri që nëse ti del në mënyrë publike dhe thua një kritik për vendin ku ti je, sidomos nëse je aktor politik, ti anatemohesh dhe denigrohesh në mënyrë publike nga një numër njerëzish që s'ke asnjë lidhje me ta. As të kuptojnë, as lexojnë, është turmë e madhe e militantëve të partive që dominojnë shoqërinë shqiptare. Ai që quhet sistemi patronazhizmi që ka çdo parti, por dikush e ka më të mirë se palët e tjera politike. Dhe një shoqëri e tillë që nuk të dëgjon, por në mënyrë a priori të paraqygon, të sulmon, të denigron, të mundson, po themi, të pamundson karrierën, të pamundson profesionalizmin, të pamundson konkurrencën e lirë, shoqëri në thelb jeton demokraci, po kokën e kanë komunizëm. Dhe Shqipëria kështu është një shoqëri e vështirë me demokraci të brish, po me kokën komunizëm dhe krijon mite në mënyrë vazhdueshme. Mite dhe fiktivitete. Pastaj ka dhe paradokse ndha ndonjëherë thua ti ngrihesh për të rrëzuar sistemin komunist, ishe student, ne në atë kohë ishim 18 vjeç, 19 vjeç, unë vija nga shkolla e mesme, nuk më dha shkolla e lartë, punova një vit në punë në bujqësi dhe minier, dhe kur ti vija, po themi, kishe një lloj pakënaqësie nga gjithçka që të rrethonte. Dhe ti pastaj përballesh me një mur i cili nuk ka përcej përveç se nëse ti bëhesh tull në këtë mur. Ndjekës fanatik i asaj strukture. Kjo në 90-ën nuk u pranua dhe prandaj ndodhi ndryshimi, po imagjino të ndodhë në Shqipërinë e 2025, të vazhdojnë ndodhë dhe ndodhë kudo. Ne sot kemi pluralizëm politik vetëm në Tiranë dhe zakonisht në themi në 5000 metrat e qendrës, sepse e gjithë periferia e Shqipërisë është fanatikon, po i marr një detaj, ne pam vjet bashkë me një autor të huaj, po shikonim keni parë këto ndërime që dalin zyrtarët e lartë me shall pionjeri dhe shall lufte, bëjnë etj, sidomos rekordi Shefiri dhe Vlora, të cilët them drejtën për 10 dhjetor ka pas student nga Fieri Vlora që kanë qenë nga kryesorët e televizion studentore, kur bashkitë e këtyre qyteteve nuk i kanë ndëruar, nuk i kanë përmendur, nuk i kanë setuar as, nuk kanë dërguar respektin minimal që është krenaria e tyre. Ama janë fanatik të kësaj, sepse ata ushqejnë turmat, dhe të ushqesh turmat është që dita jonë më e madhe në histori është dita kur ne morëm pushtetin 45-ën. Ata nuk thonë çfarë ndodhi një ditë pasi morën pushtetin, që ndërtuan diktaturën më të ashpër në Europë. Por ata vetëm te pjesa e parë dhe duan që ta shumëzojmë në zero memorinë historike për gjitha krimet, pasojat që ne patëm, shanset e humbura e tjerë, dhe krijojnë një botë e cila nuk është reale, por unë për shembull kur i kam pyetur drejtues të këtyre bashkëve të tjerë, në cilin vend të Europës ndodh që të dalë drejtues të lartë institucione kushtetuese dhe drejtues politik publik me simbolet e komunizmit të festojnë se po festojnë 42-shin, 43-shin, jo etj. Askund nuk ndodh. Ndodh në element të Rusisë sotme, pa askund tjetër në Europë. Dhe kur kjo ndodh në Shqipëri dhe ndodh në linjë zyrtare, sepse bëhet në linjë zyrtare me fondet publike, do thotë që indoktrinimi ka prekur dhe kjo gjenerat është e pakorrektueshme. Duhet vini një gjenerat tjetër që të korrektojë. Është akoma në atë fazën finale të tranziksionit, edhe shumë fatkeqësi sepse nuk ka vend për ndryshim. Madje do doja të thoja, të pyesja që ka faktikisht dhe një perceptim nga të rinjt sot që edhe protestat kapen.
nga partitë politike. Ndaj nuk besojnë se mund të ketë vërtet realisht një ndryshim. E besoni një argument të tillë apo mund t'ja dalim? Shqiptarët janë dëmbela dhe janë pragmatistë dhe i duan gjërat e gatshme, sepse nuk i pengon askush 5 vajza dhe djemë të ri të dalin me një parull në para universitetit, kërkojnë arsim cilësor, para institucionit të kërkonin konkurrencë për vendet e punës, para një institucioni drejtësisë të kërkojnë që zyrtarët e korruptuar përballen me ligjin, para medias ose para grupeve tjera shoqërore që janë të nështruara. Domthon mënyra se si njerëzit e mbrojnë drejtën e vet ka 100 metoda. Domthon njerëzit nuk kanë nevojë të mbushësh sot 10.000 veta në shesh për të treguar që i dikushi. Mjafton të kesh drejt dhe ta përdorësh të. Por është e përsërisë është deficiti demokratik i cili na është trashëguar në familje. Për shembull, kur sondazhet tregojnë që rreth 76% e trive votojnë sipas familjes, është dështimi i tranzicionit për të krijuar një brezëri. Sepse nga që brezi i prindërve dështoi dhe ndërtuan diktaturën, s'mundet pastaj modeli këshilla e prindërve ta prodhoi dhe aq më tepër nga ana sociologjike prindrit janë prirur që fëmijët mos përfshihen në revolucionin protesta. Por ndoshta duhet ndoshta kanë dhe frikë nga pasojat. Këtë do të tani asgjë nuk vjen. Humbja punës, penalizime në punë. Po sikur është shumë shokuese kjo pyetje sepse ideja është imagjino sikur gjithë ndjen krijojnë komoditetin personal. Imagjino çfarë ndodh me Shqipërinë dhe me shoqërinë. Duhet dikush të reagojë dhe të flasë. Dhe një shoqëri që reagon e flas është shoqëri e respektueshme. Ne gjithmonë si pedagog kur ngrihet një student dhe reagon ndaj tezave që ne japim, ne fiksojmë ai studenti që ne duam. Po nëse studenti reciton gjithçka çfarë pedagogët dhe tekstet thonë, që janë tekstet e shumica e tyre të pa, do të thotë që s'ka mendim kritik. Do s'ka mendim për asgjë, nuk ka mësuar asgjë. Ai përsërit dhe është një njeri ose ne kultivojmë një njeri që përsërit të jetën. Dhe një shoqëri që përsërit nuk reflekton në shoqëri e përsëris moralisht e dështuar. Dhe Shqipëria pastaj është kjo teza alibia që ne përdojmë tranzicion. Po sa zgjat tranzicioni? 46 vjet diktatura, 35 vjet tranzicion. Tranzicioni kishte vlerë. Duhet ishte afërmend më i shkurtër se diktatura vet pra. Po duhet kishte mbyllur, Shqipëria duhet kishte po themi mbaruar gjërat bazike, mbyll reformat kryesore për të siguruar njerëzve një punë, ujë, dritë, ushqim dhe arsim dhe shëndetësi, dhe një drejtësi funksionale, janë që kushte minimale funksionimit të shtetit. Dhe pastaj kaloni një shoqëri që konkuron me të tjerat, që nuk. Po më lejo të pyes Afrim që në ditët e sotme dhe ne dim, ka në Shqipëri njerëz me integritet, ka njerëz të arsimuar, ka njerëz që kanë lëvizur, kanë parë, kanë jetuar jashtë vendit, që duan vendin të jetë më demokratik, më i lirë për të shprehur, për të thënë atë që mendojmë, të votojmë ashtu siç duam, të ndryshojmë edhe rendin politik apo ata që drejtojnë së paku, e prap jenë në këtë situatën ku hapësirat janë të ngushta, duhet të shikon parlamentin. Parlamenti voton gjithmonë njësoj, siç kryetari kërkon, i kujdo grupi qoftë, ashtu voton praktikisht i gjithë parlamenti, hiq një apo dy deputet këtu aty që mund të kenë ndonjë kundërshtim. Edhe thua mirë, ç'a ndodhi? Se ne jemi prapë në zemrën e Evropës, po flasim për procese integrimi, jemi në prag të hyrjes në Bashkimin, po kështu do hyjmë në Bashkimin Evropian me këtë otomanizmin e mbartur nën lëkurë ku gjithë ulin kokën para shefave. Edhe ç'a ndodh me këta njerëzit që e kanë integritetin, që e kanë mundsinë. Para ca kohësh dhe u zgjata, ishim për 8 dhjetor në qytetin Studenti. E u mblodhen atje studentët, s'kishte ngrohje. Ishte një ditë e lebetitshme, shumë e ftohtë. Dhe asnjë nga studentët, gjithë mbështjell me xhupa me shaje, me dorashka në dorë, rrinin tani të dëgjonin duke u dritur atje dhe të thoshin, "Ore pse s'ka ngrohje qytetin Studenti?" Po kjo lidhet edhe me lloj trashëgimie që vjen se prap gjithçka trauma të trashëguara. Sotmja është e përcaktuar nga e djeshmja praktikisht, sepse na thon të huajt, ju pati diktaturën më tashmë, po çfarë bëhet ju kundër diktaturës? Dhe ne themi, kemi pas një postrip nga 46-ta, s'ka pas asnjë ngjarje tjetër. Është spaqe që është ngjarje izoluar që s'ka lidhje me shoqërinë dhe asgjë tjetër. Do thotë ne edhe kur vdiq diktatori, e qam. Pas 5 vjet filluan flasin për të. Kur nisën pluralizmi 8 dhjetor, na ndaloi të flisim për ne, ndoli dekret në atë kohë që ndaloi të flisje kundër tij. Dhe ka qytete në Shqipëri si simboli, po themi, Gjirokastës, është kur busi në vetë është hequr jo në shkurt, është hequr nga vera e vitit 91, domthon 8 muaj më vonë, sepse nuk pranonin shoqëritë reagojnë. Edhe një shoqëri me vonesa të tilla, me drama të tilla historike është normale. Pastaj, nëse krahason me vendet lindore, ata kishin disidencë, kishin grupe intelektuale, grupe civile, kishin komunitete fetare. Kishin pasuri private, domethënë çdo njëri nga liderit antikomunistë të Europës lindore kishte shtëpinë private, dhe kopshtin private dhe pasurinë private dhe makinë shumica e tyre.
Kishte një jetë tjetër e cila I lejonte të mbijetonin edhe lëviznin, edhe ishte më të lirë, po. Dhe të gjithë lëviznin, pa përjashtim. Kurse Shqipëria ishte jashtë çdo lloj krahasimi dhe duke qenë jashtë çdo lloj krahasimi dhe vend I vogël gjithmonë të veçlit diktaturat të veçlit ndërtohet më ashpër se kur është hapësira më e madhe ka vend për gjithë. Dhe ky lloj mentaliteti pastaj na ka çuar në një situatë ku un po them në mënyrë ndoshta edhe kështu në mënyrë simbolike. Edhe zoti Rama, edhe zoti Berisha, dhe çdo njeri që ka drejtuar Shqipërinë dhe drejton e duan Shqipërinë. Problemi I madh I tyre është e duan për vete, e duan vetëm për vete. Vetëm për veten e tyre, vetëm për familjen e tyre, vetëm për militantët e tyre, vetëm për ndjekësit e tyre dhe vetëm për fjalën e tyre. Dhe kjo nuk është dashuri, kjo është dashuri vrastare, sepse e bllokon frymëmarrjen, bllokon hapësirën publike, bllokon strukturën shtetërore, bllokon kulturën e ligjit, bllokon gjithçka. Siç edhe ka ndodhur. Dhe prandaj ne sot trashëgojmë një jetë politike që deri diku I krahasojmë dhe na duket sikur byron e djeshme e kemi zënësuar me byrot e sotme. Dhe është shumë e vështirë për të reaguar. Ne ndërtuam pluralizmin politik, por ndërtuam të ndërtojmë pluralizm në koncept. Pluralizm për gjithçka, të diskutojmë për gjithçka, të vendosim në mënyrë demokratike dhe të bijmë dakord me sa rregulla loje për cilat ne ende s'kemi rënë dakord. Duke pas parasysh se sa e rënd ka qenë, siç thatë edhe ju, e shkuara, gjithsesi dua të them dhe një gjë që Shqipëria ka përparuar shumë shpejt. Ne I përkasim rinia është e hapur drejt Evropës, drejt ideve të reja, është e hapur, po ndryshon. Po në fakt edhe statuseve, vlerave evropiane. Edhe çfarë themi brezyn që jemi psiada partizane tani që kujtojnë këto domethënë në simbolike. Ne themi jemi brezi, jemi rritur me rrallën e qumshtit, me 5 mëngjesi për sigurisht një shishe. Me vajgurit e të bukës. Me vajgurit dhe sot dhe jemi me fat nëse e merrja. Nëse siguroja dhe mbaj mend familja ime në vitet 80 duhet gjenim një mik për të siguruar I kishim mbledh parat për siguruar mundësinë një rekomandim për blerë televizor se na po jep duhet autorizim. Duhet autorizim nga komiteti I partisë. Ua, tmerrshme. Po dhe kur e blem pastaj duhet vinin gjithë fëmijët e lagjës për të parë se ato 3 orë që kishte, domethënë duhet gjej vend për vete për ta parë. Ky është brezi që jemi, sot jemi brezi që me internet, me kompjuter kemi tërë botën dorë. Kemi përparu këtë dua të them, domethënë nga ky tmerrri. Po si jashtëm jam. Po çan do. Unë nuk e konceptoj dot. Ky është problemi I madh. Ja po të marr një detaj që lidhet që ju përmendët. Po. Do hym be. Po kush flet sot për be në Shqipëri me përjashtim politik? Asnjë. Kush është një njeri, një punëtor, një fermer, një qytetar në rrugë që I di kostot dhe përfitimet që ne do kemi dhe çfarë duhet në shohim se si malli ynë të jetë I barabartë me mallin në Berlin, se si diploma jonë të jetë barabartë me diplomën në Berlin. Askush nuk flet. Domthon I flasim të gjitha si përfaqësore. Dhe një shoqëri që I ka gjitha parulla, slogane, shoqëria e indoktrinimit. Në atë kohë kështu I krijonim. Kur ishi I paprgatitur përdor citatin e Enverit dhe marksizmit dhe kaloja klasën. Pyetja ishte që nuk prodhonim inxhinier, nuk prodhonim ekspert, nuk prodhonim mekanik, nuk prodhonim njerëz që na duan. Dhe ajo që më vret mua është se si është e mundur që sot ajo pakicë që kupto, se ka njerëz që taft që kuptojnë dhe që ju ka dhënë shumë shoqëria dhe duhet I kthejnë diçka shoqërisë. Nuk ulen për të menduar rrugëzidhje për 5-6 gjëra. Dhe si është e mundur që vendimmarrësi politik kur duan marrin vendim, sa ata do marrin çdo rast vendimin. Po. Nuk I dëgjojnë këta lloj individësh, këto lloj grupesh, këto lloj fluksesh për të krijuar diçka të mirë për Shqipërinë, një trashëgimi. Nuk është trashëgimia godinat e larta dhe luksoze. Atë janë trashëgimi të vendeve që nuk kanë madje, është krejt kundërt, është simbol për ndërlidhje me korrupsionit, abuzimit dhe nevojës së individëve ose të shteteve ose vendeve për krijuar identitet, pa pasur identitet. Duhet krijosh një trashëgimi qëndrueshme, domethënë te dia që jeta e qytetarit në Tiranë jetë barabartë me jetën e qytetarit në Konispol dhe në Valbon edhe në në Dibër dhe në Shkodër dhe në Maliq. Ti krijojnë kushte të bazë dhe ta ndërtojnë jetën atje ku është. Nuk është Tirana gjithë Shqipëria dhe nuk mund të punojë gjithë Shqipëria për të Tiranë. Po. Kështu që është një proces shumë I madh dhe them drejtë mesazhi im të dhjetoj kjo ishte, e para duhet ta nderojmë, duhet minimumin të tregojmë respekt për të. Dhe përsëris shteti shqiptar edhe sot asnjë aktivitet nuk bën, ama kur ka një festë partizane gjithë shteti hidhet përpijet dhe bën aktivitete. Së dyti duhet reflektojmë nga gabimet dhe të mos veprojmë si turp si njerëz qytetëruar dhe së treti duhet të mësojmë nga përvojat e tjerëve për të ndërtuar tregat e gjëra që na krijojnë si shtet, si shoqëri dhe na japin identitet dhe lloj krenarie. Afrim Krasniqi, shumë faleminderit për kohën sot. Ishte kënaqësi që të kishim. Televizor me ngjyra për të tërë tani ka sa duash. Kthehemi pas pak. I jeni me Wake Up.